Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Doni të kurseni energji elektrike, ekspertët zbulojnë 5 sekretet që fatura tjetë 2 herë më e ulët. Ju keni një dhimbje koke çdo muaj kur shikoni se sa është fatura juaj energjisë elektrike. Për më keq, ju as nuk e dini se si keni shpenzuar kaq shumë dhe faturat gjithmonë po rriten. Këto janë disa këshilla që mund të përdoren për të zvogëluar faturën tuaj të energjisë elektrike dhe për të kursyer një shumë të konsiderueshme të parave në fund të vitit. Bolieri kursen deri në 20% nëse ndiqni këtë metodë. Për një orë funksionimi, një kazan me 2 kW konsumon 2 kWh, edhe në bazë mujore punon 2.5 orë çdo ditë. Konsumi 150 kWh për të kursyer ujë të nxehtë, vendos termostatin në kazan 50-60 gradë Celsius. Në vend që të laheni në një banjë të plot, bëni një dush duke zvogëluar kështu konsumin e ujit dhe energjinë elektrike. Pastroni gurët nga ngrohësi her pas here, pasi kështu do të krijoni edhe një zgjidhje më të mirë për ngrohjen e tij. Makina larse, pra lavatriçja, mund të kursejë deri në 10% nëse përdorni këtë metodë. Makina larse konsumon 1 deri në 2 kWh dhe zakonisht punon për 3 orë. Duke u ndezur çdo ditë, ajo konsumon 45 deri në 90 kWh në muaj. Nëse doni të kurseni energji elektrike në lavanderi, ndizeni atë pas mesnate, sidomos edhe nëse në vendin tuaj ka edhe një energji me konsum më të ulët në këto raste. Frigoriferi dhe soba e bukës mund të kursejë deri në 6%. Vendosni termostatin në frigorifer në 3 ose 5 gradë. Shmangni vendosjen e tenxhereve të nxehta dhe vendosni enët me kapak. Pastrojeni ato rregullisht dhe hiqni depozitën e akullit. Një sobë konsumon 1.5 deri në 1.8 kWh për një orë punë dhe ngrohësi në furrë nga 2 deri në 4 kWh. Tenxherja në të cilën gatuani duhet të jetë me të njëjtën madhësi me pllakën e gatimit dhe gjithashtu mbulojeni enën kur përgatisni ushqim. Nëse përdorni një furrë, termostatin nuk duhet të jetë në maksimum dhe shmangni hapjen e derës shpesh pasi ulni temperaturën me rreth 15 gradë sa herë që e hapni. Lavastovilja mund të kursejë mbi 2%. Përveç kursimeve të konsiderueshme të kohës dhe të ujit, pjatalarsja gjithashtu do të kursejë energji elektrike në planin afatgjat. Lani enët kur makina është e mbushur, shmangni ciklet me temperaturë të lartë 90 gradë dhe ndizeni atë pas mesnate nëse energjia në vendin tuaj është më e ulët në këto orare. Kondicioneri ose ngrohësit e tjera mund të kursejnë deri në 45% të faturave. Ngrohja, por edhe ftohja e banesës është një nga shpenzimet më të mëdha kur bëhet fjala për konsumin e energjisë elektrike. Një nga mënyrat më efektive për të ruajtur temperaturën e dëshiruar është izolimi i mirë. Izolimi termik shtesë do të zvogëlojë konsumin e energjisë elektrike nga 25 deri në 60%. Gjithashtu, nëse ngroheni me energji elektrike, zgjidhni ato trupa që kanë në një termostat. Nëse përdorni kondicionerin për ftohje, klasa A18 konsumon 45 kW në muaj dhe nëse e përdorni një orë në ditë, kujdesuni që të ndryshoni mjedisin e temperaturave të jashtme dhe të brendshme, të cilat nuk duhet t'i kalojnë mbi 10 gradë. Ndjekja e kësaj rregullore sigurisht që do të sjellë edhe një kursim të dukshëm të energjisë elektrike. Kursimi i energjisë tingëllon i vështirë, ndonse është e vërtet edhe një mision i arritshëm. Këtë e pohojnë edhe ekspertët, sipas të cilëve me disa hapa të thjeshta, njeriu jo vetëm që mund të paksojë gjurmimin e individëve të cilët harxojnë shumë, por edhe mund të kursejë në shumë në fund të muajit. Mos e shpërndani energjinë. Nëse ka një pajisje që nuk e përdorni shpesh, mos e lini atë të ndezur kot. Fikini dridhat, kompjuterin, televizorin, telefonin, kondicionerin dhe çdo pajisje tjetër që nuk keni ndërmend ta përdorni së afërmi. Vetëm duhet të bëni me hapa të thjeshtë që mund të kurseni më shumë. Nëse keni një pajisje që nuk e përdor, ama e mban në prizë, bëhuni të mençur dhe hiqeni nga priza. Sa i përket kësaj të fundit, ekspertët thonë se është më mirë të përdorni një prizë zgjatuese për disa pajisje në mënyrë që mund të mos e fikni dhe të hapni në çdo kohë. Kujdes gjithashtu edhe me kondicionerin. Temperatura e shtëpisë duhet të jetë diku nga 25 deri në 27 gradë në verë, ndërsa në dimër duhet të jetë nga 18 në 20 gradë. Në verë mbani perdet mbyllur në pikun e vapës dhe mbani larg nxehtësinë.
Në dimër mbani perdet hapur që drita natyrale të ngrohë ambientin. Zgjidhni ngjyra të çelta për lyerjen e shtëpisë. Nëse zgjidhni ngjyra të zbehta dhe të çelura për lyerjen e shtëpisë, drita do të reflektohet më shumë dhe rrjedhimisht nuk do të keni nevojë të ndizni dritat në shtëpi. Ngjyrat e çelta përbëjnë një avantazh të rëndësishëm edhe në verë, sepse muret nuk do të thithin aq shumë nxehtësi. Zgjidhni pajisje që kursejnë energji. Kur blini pajisje elektroshtëpiake, zgjidhni ato që kursejnë elektricitet. Vetëm fal tyre, konsumi juaj elektriciteti do të jetë më i ulët dhe shpenzimet do të jenë më të ulta. Lani rrobat jo me ujë shumë të nxehtë. Nëse i lani rrobat me ujë të vakët, do të kurseni ndjeshëm elektricitet. Nëse lavatriçja juaj ka karakteristika të veçanta për kursimin e energjisë, atëherë do të jetë dyfish e fituar. Mos e teproni me ujin. Kursimi i ujit automatikisht ka lidhje me kursimin e energjisë. Nëse ju nuk e lini ujin të rrjedhëm me kontakt ndërsa bëni banjo, atëherë bolieri nuk do të shpenzojë më shumë energji dhe për ta ngrohur atë. E njëjta gjë vlen edhe për WC-n me të cilën nuk duhet ta teproni duke shtypur butonin e shkarkimit. Zgjidhni gjithmonë ndriçimin LED. Kjo është një alternativë shumë e mirë të cilat mund t'i jap edhe hapa vërtet të mirë në kursimin e energjisë elektrike. Duke hequr poçat të cilat harxojnë shumë energji elektrike dhe zgjidhni llampat LED, do ta keni më të lehtë të kurseni më shumë në faturat e muajit. Sigurohuni që të bëni gjithashtu edhe një ndryshim rrënjësor edhe në fazën tuaj të ndriçimit, pasi vetëm kështu do të keni një kursim më të madh të energjisë, sidomos edhe në këto ditë kur ajo është tepër e shtrenjtë. Mënyra se si e ngrohni shtëpinë do të kursejë gjithashtu edhe më shumë në faturat tuaja në fund të muajit. Ngrohja diellore gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të kursuar energji elektrike në fund të muajit. Ndriçimi në masë eficiente dhe të përfshirë në të gjitha ambientet e shtëpisë sigurisht që do t'jap rezultate fantastike. Duke kursyer gjithashtu më shumë energji në këto raste, do ta keni më të lehtë të përballoni edhe shpenzimet në fund të muajit. Kursimi i energjisë. A e dini se disa pajisje vazhdojnë të harxojnë energji edhe pse janë të fikura? Karikuesi pa telefon i vendosur në prizë sigurisht që do të kursejë më shumë energji, citon Brightside. Një karikues i lënë i shkëputur vazhdimisht konsumon energji edhe nëse nuk ka telefon të lidhur me të. Gjithashtu, televizori i ndezur mund të harxojë energji, por edhe nëse qëndron i fikur, pra duke pasur dritën e tij të ndezur, mund të harxojë energji. A e dini se shtypja e butonit të ndezjes vendos televizorin në modalitetin e gatishmërisë dhe nuk e fik atë, por vazhdon të harxojë gjithmonë më shumë. Kjo harxon energji elektrike me vlerën rreth 25 euro në vit. Laptopi dhe kompjuteri juaj gjithashtu mund të harxojë energji elektrike. Edhe kur janë të fikur, kompjuteri dhe laptopi vazhdojnë të funksionojnë, prandaj kur ju i shkëputni mund të kursejni deri në 100 euro në vit. Nëse qëndroni në modalitetin e gatishmërisë, mund të shumëzoni këtë me 1.5. Pajisjet me kohomatës gjithashtu mund të harxojnë energji elektrike. Një detaj i tillë që pakush e vëre, një kohomatës që funksionon mund të tregojë se pajisja është ende e ndezur. Shkëputja e një pajisje të tillë nga priza kursen deri në 114 euro në fund të vitit. Ndjekja e këtyre rregullave sigurisht do të ulë shpenzimet tuaja në fund të vitit. Por sigurisht për të kursyer më shumë energji në faturat e elektricitetit, ju duhet të sistemoni dhe të izoloni më mirë shtëpinë tuaj. Izolimi i duhur është thelbësor kur është fjalë për kursimin e energjisë në shtëpi. Izolimi i dobët është një nga arsyet kryesore që mund të rrisë ndjeshëm faturën tuaj të energjisë. Edhe pse disa probleme me izolimin duhet të lihen në dorën e profesionistit, zgjedhja e këtij problemi është zakonisht mjaft e thjeshtë dhe ekonomike. Fillimisht duhet të identifikoni rrjedhjet të cilat zakonisht gjenden në dyer në dritare ose në zona të tjera të shtëpisë që janë në kontakt me pjesën e jashtme. Më pas duhet të kërkojmë për materiale izoluese të tilla si silikoni, të cilat mund të jenë gjithashtu edhe një mbrojtës më i mirë i harxhimit të energjisë. Sigurohuni të izoloni shtëpinë tuaj me termoizolime, duke evituar të nxehtin dhe të ftohtin në kontakt të drejtpërdrejt me shtëpinë tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të informojnë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.